Pjesa e dytë e videove që trajtojnë ekuacionin eksponencial. Në është dhënë ekuacioni 3 në fuqi x katror minus 3x baras me 81. Prej barazimit të dhënë, kalojmë në një barazim tjetër, tek i cili kemi transformuar anën e djathtë, pra 81-shin e kemi shprehur si 3 në fuqi të katërt. Në këtë moment, në të dyja anët e barazimit, kemi fuqi të cilat janë të barabarta, bazat e tyre përfaqësohen nga njëjti numër, në rastin ton nga 3-shi, dhe detyrimisht mbetet që edhe eksponentët e këtyre fuqive të jenë të barabartë. Pra mund të shkruajmë x katror minus 3x baras me 4. Dhe pikërisht duke zgjidhur këtë ekuacion, kemi gjetur njëkohësisht dhe zgjidhjet e ekuacionit që është dhënë në fillim të kësaj videoje. Duke kaluar 4 prej anës së djathtë në anën e majtë me një ndrim të shenjës, marrim ekuacionin x katror minus 3x minus 4 baras me 0. Ekuacion ky i gradës së dytë, zgjidhjet cilit lidhet me përcaktimin e dallorit dhe më tej me zbatimin e formulës përkatëse për gjetjen e dy rrenjve të këtij ekuacioni. Duke patur parasysh koeficientët a, b dhe c, përkatësisht 1, minus 3 dhe minus 4, mund të përcaktojmë dallorin nga formula b katror minus 4ac, pra kemi minus 3 në katror, minus 4 që shumëzon vlerën e a-s 1 dhe vlerën e c-s minus 4. Duke kryer shndërimet, gjejmë që dallori është 25. Atëherë, në vazhdim zbatojmë formulën për gjetjen e x1 dhe x2. Kemi minus b, pra minus vlerën e b-s që është minus 3, plus minus rrënjën katrore të dallorit, që u gjet 25, e gjitha mbi 2 shumëzon a, ku vlera e a-s është 1. Duke kryer shndërimet, përcaktojmë x1-shin barabart me 4 dhe x2-shin të barabart me minus 1, zgjidhje këto që janë përfundimisht dhe zgjidhjet e ekuacionit. Këtu kemi një rast tjetër, është dhënë ekuacioni 4 në fuqi x plus 1 baras me 1 mbi 64. Atëherë mund të kalojmë në një barazim tjetër, tek i cili kemi paraqitur 64-ën si 4 në fuqi të tretë. Vazhdojmë më tej shndërimet, ku thyesën 1 mbi 4 në fuqi të tretë e paraqitim si një fuqi me eksponent negativ, pra 4 në fuqi minus 3. Dhe në këtë moment kemi një barazim ku fuqia që gjendet në anën e majtë është e barabartë me fuqinë që ndodhet në anën e djathtë. Bazat e këtyre fuqive përfaqësohen nga njëjti numër, pra nga 4, kështu që mbetet për eksponentët të jenë të barabartë me njëri tjetrin. Pra x plus 1 është i barabartë me minus 3. Më tej kemi x të barabartë me minus 4, dhe pikërisht minus 4 do të jetë zgjidhje e ekuacionit fillestar.